Pritja mori fund. Anisa Veseli pati një rikthim siç edhe i ka hien mbrëmjen e sotme me projektin Dashni Hipokrite, lansuar pak minuta më parë në të gjitha platformat. Artistja erdhi në nivel tjetër në çdo aspekt në këtë projekt, i cili bëri shumë buje ende pa u publikuar. Anisa sonte flet për këngën. Të gjitha thashë themet e verës e raportet nga Big Brother VIP. Mirë, po para se dalim tek projekti e të gjitha tjerat me radhë, do e pyesim për shëndetin se bëri jo pak merak të gjithë me lajmet nga spitali përgjatë kësaj jave që po e lëm pas. Po s'kallëzoj drejt, nashta nuk jam shumë mirë, ama thash qysh një matë se merë e gjumë prej nalë, a e sot prapë më ku, më jam si matë, ta më në dhe zezë që vesh, ta më si matë se zezë. Jam mirë, po kam pak probleme shëndetin, se skenën që kom pas me shiu kanë gogja sfiduse, po jam mirë, s'po du mu anku, s'ban mu anku. Dashni Hipokrite ka fjalë nga zemra. Është refleksion i historisë së saj të dashurisë. Kjo këngë për mu është një rrëfim i sinqertë i dashurisë që e kom bo, edhe kom dash me të reguna shta zhgënjimin, po edhe në qofse dashuria zhgënjen, prap mbetet një klik i vogël që nuk janë mu dëshpru për të ardhmen. Kështu që kjo është një histori e jamja, po është copa. Për një farë mënyre është personale, po du me thonë që është dedikim i drejt për drejt, është dedikim për vetën tem. Po du me tregu një pasqyrë të emocionëve që e kum pas, edhe me ju tregu që ndjenjën që kum përjetu vetë, nashta edhe dikush tjetër aty e përjetu që të sen, edhe kum dasht me shkru një kongë, që nashta edhe njerës të tjerë me përjetu, njëjtë që kum përjetu one, ama tash ju me dhimbje, po me këthy në forcë dhimbjen. Plaga, me sa duket është mbyllur nga kjo histori. Ma shumë kjo plagë është si pranim, për mua është e mshilne, gjdo derë që e mshile, ajo derë nuk qelet ma për mu. Kjo këngë është mënyraja ma e mira për me këthi dhimbjen art, edhe nashta me bukit projekte dhe për njerës të tjerë, për mënyrën ma të përsosne, për ata që jenë të ndisë jone. Jo që jem të ndijune ma qështo, po në qësa ata jenë të ndi që shem njone. Po, qka kaloj Anisa në këtë lidhje që e ndryshoj si person? Anisa ka kalu angth, kum kalu shumë natë pa gjëm, tash nuk po du mi kujtu të mirat, se të mirat metin të mira, po du, ja kum qitë vetet atë sanin që veç të këshijat. Veç të këshijat më vinë menë kur të me nej lidhjen që e kum pas, kështu që nuk jem kon vetë vetja në atë ko, edhe gjdo postim ose foto që e kum bo atë ko, nuk jem kon nëna. Kjo që e sheni tasht jem one, edhe kretat unë atë pa gjëm që i kum pas, kretat angst që e kum kalu, atë stres, atë toksicitet, nuk po du me pas ma. Nuk po du as lidhje ma, po du me najtë single. Jem ka tut nga prej djemve. Kur e kuptoj Anisa që një situatë të tillë duhet thënë stop? U kohën kur jam e të pa shoqni, nuk kum pas një shoqe, nuk e kum pas. U kohën kur u largova dhe prej familjes një kohë, nuk kum najtë të shtëpia heq. U kohën kur momentet që nashta ja kum ja vullën, janë 2 sene, kur ka vdek gjyshja dhe qatë person nuk e kum pas offer, son gjyshën e kum pas si nanë temen, edhe momenti tjetër kur nana jam operu prej zamrës, që kom cek një intervjist tjerën e kalu me këna akon, aj person nuk u konë për mu aty. Do me thonë, sërën e kum pas nevoj për ta, aj nuk u konë aty për mu. Unë jam konë për ta, pa aj për mu nuk u konë. Unë jam të munu me punu me vetën për ndjeshmërin që kam edhe që jam shumë empatike, po për effort, jam shumë effort, me sfidat që i kum kalu, nuk japi dorën kërkojt për moshën që e kam, po jam 2 atë mix, vëlla. Jam edhe effort, po jam edhe ndjeshme. Lëndona pak letë. Pak. Dashni Hipokrite mes tjerash është projekt çlirimi nga një barë që ajo e ka mbajtur në vete prej kohësh. Sot jem të unë shumë e shlirume, jem konë gëgja me stres prej kur e kum bo kongën, deri e kum gjiru klipin, deri në ratu krejt senet, se prej pikës 0 deri që të e kum bo vetë, edhe u konë gëgja sfiduse për mu se
nashta jem kom pak e halitme se jem su me mi kry punë tjertë, e tash kur merr puna me kry punë vet, e pash sa rëndësi ka edhe puna e muzikës, po edhe me kon goxha me pas me disiplinë. Sot jam tu një shumë e shlirume, edhe po ndina shumë si një plom të fluturu në qiell, qashtu jam tu njëna. Nëse do e kishte përshkru si erdhi deri te kjo këngë që sonte pa dritën e publikimit, si do e përmbledhte me një fjali? Është një periudhë që më ka pru rreth vetdijes, me njoft veten, me ditë ma shumë ja ditë vlerën edhe dashurisë, po edhe njerëzve toksik që i kin jetë, që janë prezent. Tash e di që me njerëz toksik nuk mëj me qëndru me një dhomë, me njerëz që nuk m'japin zero energji nuk mëj me qëndru me ta. Tash i di ku fit edhe limitet e mia, ku i vendose, edhe e di që jam mjaftueshëm e pjekne tash për me vendos për një t'ardhme ma të mirë për jetën tem, edhe me ditë çka mirë dhe çka keq. Nashta prap na bojna gabime, se perfekt nuk jena kërkosh, ama të paktën më mundu që me bu gabime ma pak, jo shumë. Për këdo që mund të ndjenjë copës nga vetja në këtë tekst, ky është mesazhi i Anisës. Kjo vlen edhe për ata që janë lidhje, nëse veç ka fillu lidhja e tyne dhe janë shumë toksik, po edhe për ata nëse janë lidhje gjatë, edhe nëse mendojnë që kam rregullu qaj sen. Une kom pas shpresë që ajet lidhje kam e mbjetu, jam munu nashta me shpirt, me mbaj qatë lidhje, edhe kur e kom pas që nuk ka të funksionu. Ata i kisha lut shumë që me u mirë me veten, nashta m'jap hapësirë vetit edhe në lidhje kur t'janë, edhe me testu me shumë gjona, për shembull m'ja testu durimin, m'ja testu nervozën, me testu për shembull çka bëhet nëse na një javë ditë nuk folëm. A është tradhtar çaj njeri apo trim pra besnik. Edhe nëse jem fillim të lidhjes, edhe jetu përlaç çdo ditë me qatë person, edhe nuk jetu një komfort, edhe nëse ti menon që pedon, ju kisha lut me najtë sa ma larg atyne personave, se njerëz toksik janë shumë të rrezikshëm, edhe narcisistat sidomos. Kjo e krejt bashk për menimin tam. Po një mesazh nga vet eksi, a e pret? Jo, nuk pres. Një mesazh që kom çu, nuk ka një mesazh që kom dashur as më ma kthy. Nuk kom marr ai mesazh, nuk po dua as me marr ai mesazh, kjo këngë për mu. Nuk është dedikim i drejt për drejt, as nuk du me menuaj që është dedikim i drejt për ta, veç që jem fjallë të ndjera, qysh unë jem nina të ko. Jo, nuk e besoj që ka me pas naj dedikim, naj reagim publik, nuk e besoj, as nuk po du me pas. Nuk merr na me që është kapitulli mbyllur. Më ka dikuna ashta pak për keq, se nuk kam besim të me shkujt heq. O, heq bre, a dhe dishysh nashta mënët me më pëlqy dikosh, po tutna. E kam atë frikën që mos po përballa prapë njëjtin sen, ose mos qaj person që pedu, në fillim po është i mirë, tani po ndryshon, edhe që ta është dishysh ma shumë kam dosta se që jam të këshyr me njoftu dikon. Normal që kam qef me njoftu dikon se buna hajgare në fillim që tha është jo, po se cili sen shkon me ko. Edhe menoj që edhe lidhja ka me pas kohën e vet, edhe po shpresoj shumë që nëse që ai djallë që do e këshyrë që tani t'ardhme ka me kon jemi. Tu kisha lut veç kujdesë për mu se jam shumë e butë. Në rrjetet sociale u përfol mes tjerash me të madhe që kënga është dedikim për Edin, me të cilin ajo që është shumë e afërt për gjatë verës. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është as pak e vërtet. S'ka të bëjke as me bigun, as me njerëz bigot. Me njerëz të bigut, qa po na kallëzon për njerëz të bigut? Për kanë me të kallëzu se shumë spicy, se vedi shumë mirë ka veçet. Qysh është raporti? Se edhe kjo pjesë është komentu shumë, sidomos në 3 muajt e fundit vere kënej, lajmi kryeson portalin Ikon. Unë kom shumë respekt për atë njëre. U sill shumë mirë me mu, është shumë djalë i respektueshëm. Ja uroj këtë mirë atë jetë, shpresoj me pa mirë, jena shok, edhe na kon shok. Po shpresoj që ka me gjej dikon të mirë për jetën e vet, edhe ja uroj këtë mirat. Bolle mirë pra niste. Ja, me l'bresi shoqer. Edhe boll shumë dashtë mi u pa bashkë, dorën zemër më të kallëzu drejt? E di, valla, po
nuk jena për njëri tjetrin na. Too good to be shumë. true. I shkon Yes, too good to be true, po edhe qartë. është shumë i mirë me pas shok, qikaq. Shok ky po, por shoqe Lela jo. U përfol shumë prishë raportit mes vajzave javëve të fundit. E di, nuk jam ka du shumë e full për atë pjesë se nuk kam qef edhe personin tjetër me bu mu një keq ose diçka dhe pse s'ka diçka wow. Thjesht raporti jo ftov prej daljes të Leos, nuk është kena pas shumë komunikim ose që kena nejt bashk. Unë e kum respektu shumë edhe jem mundu në gjdo aspekt me bu mu një mirë, kur u konë vetë. Njëjtë e ku marrë që atë kohë dhëne, nuk muj me thonë diçka që s'është, për mu u konë shumë që ke mirë edhe shumë e respektueshme, vlerësoj shumë, po shpresoj që nuk është unë ndje keq të ku për lajme që i kum ni, inshallah nuk është e vërtet, se jenë konë shumë të mirë, prej meje me ka gjithë respektin e mëqëm edhe në qëfë se nuk është që kina komunikem ditë për ditë ose nuk kina të fullet që një kodë gatë, prap ja uroj kejtë mirat edhe inshallah veç është shumë nalë se e ka zamrën shumë të mirë. Për te dramave nisa u bë virale me fejesën në thonjza të vllajt, moment që u komentua gjërësisht në rjetë. Jam, ja. Unë ideja ti kam shumë kreative, nuk i udhi poshtë asnjëherë se punoj shumë, gati 2-3 ditë mendoj mirë, mi qit krejt në pika, edhe e kisha edhe idenë për kongën, qysh m'jap një hype të madh kongës, që mu një mirë se sot po është goxha shtirë për një projekt që ose po do me lansu, se nuk pranojnë artistat të ri, as estrada jon, po as publiko, pe kam pak dzëshme që të sen. Si janë mësu me që ata artistat që janë edhe menojnë që s'ka tjerë ose ku ta dion, edhe isha të najt me monin edhe nitin, nga kon të pi qaj, edhe i thash, hej, thash e kam një ide shumë të mirë, thash, mone juve dëve thash pju fejaj, edhe janë me të dhe të më këshirë që ka ki qatë gjatë, thash, shtu e kam një ide, thash, për kongë dhe një reklam që e kum pas, edhe të dhëtë kënë pajtimit, edhe volloj po thëm t'i shkonita ma ere, në vene kësha marrë për monin, pasha, zotin pa menu 2 herë se është qik dukat, është nuk e di, e du tepër shumë, tepër. Një ta qika jam të dua. Me një fillim të ri, e fuqishme, plot motiv për punë e projekte, kjo është vetëm piknisja e një rrugë të re me plot suksese për artisten. Sabër edhe sila mes me pas kanë thonë mirë. Projekte kam shumë, e kam një bashkëpunim stash me një artist shqiptar, edhe një artist internacional që është. Nuk jam të ditë a me vazhdu kongën e dytë solo, se për mu që kjo, si një periudhë rejës, si me konga jam e parë që ka me postu. Nuk jam të ditë a me vazhdu solo, a me vazhdu bashkëpunim, po që ato 2 kongë që i kam janë super projekte, kështu që nuk po du me dhanë fjallë me thonë peqas këto ose peqas ato, ama njona ka me dalë. Ose dalë solo, ose dalë bashkëpunimi, veç e ditë që kine mu knaq. Kine me njoft një anis 3, edhe kini mi bless your ears.